Selam aleikum të dashur të nderuar shikues dhe dëgjues të Radio Televizioni Pendimi dhe mirë se takohemi të dielën e radhës pas një pauze të shkurtër në emisionin tonë të rëndom të Dritas së Vërtetës. Kaluam bashkë muajin e Ramazanit, kaluam bashkë edhe pas tij dhe po ri takohemi për të vazhduar me hoxhën e dashur të nderuar Fadil Musliu Hoxh. Selam aleikum dhe mirë se na erdhe përsëri. Aleikum selam të mirë se gjithë Allah shpërblet. Mirë kaluam këtë ditë edhe pse mungum Ramazani shkoi mirë se s'na ra më u taku. Po, takimi parë pas Ramazanit, elhamdulillah, besoj edhe shpresoj që çdo gjë të jetë në rregull dhe pranuar tek Allahu te bareke ve taala. Edhe ne këtu, po edhe kudo që janë besimtarët musliman e kanë shfrytzuar, me thonë maksimalisht këtë muaj të bekuar që po e lëm pas. Dhe tash nuk na mbeti tjetër vetëm se të vazhdojmë ato punë të mira, ato adhurime të mira që kemi bërë edhe tash pas Ramazanit. Të vazhdojmë me adhurimet, me besim, me punë të mira dhe pas Ramazanit. Fjala është për juve. Po inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet, lavdata, salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më lejoni fillimisht ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe të gjithë ata besimtar musliman kudo që janë dhe nga do që po na ndjekin, me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht e falenderojmë Allahun e madhruar që na mundsoi arritjen e muajit të bekuar të Ramazanit dhe na mundsoi edhe shfrytëzimin e begative, mirësive të shumta të lloj-llojshme të cilat ishin në muajin e bekuar të Ramazanit. Zaten ato begati, ato të mira dhe ato adhurime që kemi pas gjatë muajit bekuar të Ramazanit, në veçanti në 10 e fundit, në 10 netët e fundit, nuk i kemi asnjëherë në ndonjë sezon tjetër, apo më konkretisht nuk ka net më të begatshme, më të bereqetshme, net më të bekuara se sa 10 netët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, në veçanti edhe nata e Kadrit, nata më e rëndësishme e vitit. Kështu që tash çfarë të bëjmë pas Ramazanit, apo si të veprojmë pas Ramazanit, unë kisha me thonë të vazhdojmë me adhurime edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit. Sepse në besimtarët musliman nuk kemi adhurues sezonal, që do të adhurojmë Zotin në një sezon të caktuar, e pastaj ta lëmë Zotin. Ne jemi adhurues jetësor, që do të gjatë gjithë jetës e adhurojmë Allahun te bareke wa taala. Dhe para pas asaj begatie të madhe që duhet ta kemi parasysh është falënderimi, mirënjohja ndaj Allahut Teala që na përzodhin neve me qenë në mesin e të gjallëve, në mesin e atyre që arritën muajin e bekuar të Ramazanit dhe prej atyre të cilët besoj dhe shpresoj që e kanë shfrytzuar këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Andaj nuk themi tjetër vetëm ashtu që ka thënë i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat, që do të thotë falënderimet i takojnë atij i cili na mundson me begatitë e tij të plotësojmë punët e mira. Pra, falënderimet i takojnë Allahut që na mundsoi të plotësojmë ato adhurime të cilat i kishim të shumta apo të lloj-llojshme gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe padyshim se ai që falënderon, ai është që më së shumti përfiton. E ai që mohon apo ai që është mosminjos, nuk është falëndërues ndaj krijuesit, atëherë ai është humsi prej humseve më të mëdhenj. Për ata Allahu Teala ka thënë wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Do të thotë Zoti ju e ka dhënë urdhër të prerë se ai i cili më falënderon unë do t'ja shtoj të mirat, begatit. Pra, nëse falënderoni,
do të përfitoni se do t'ju shtohen të mirat begatitë e Zotit. Dhe Allahu po thotë ai që i mohon të mirat, i mohon apo i injoron të mirat që ja kom dhënë, atëherë le ta dije se dënimi im është i dhimbshëm. Dënimi im është i dhimbshëm. Pra me falendëruar Allahun ditën edhe natën që na mundsoi të ishim një sezon të begatshme, një sezon të bereqetshme, një sezon që është për sezona më të gjata, që do të thotë dikon një muaj të plot në adhurime të lloj-llojshme. E dyta, duhet ta kemi parasysh që pas falënderimeve që ja bëjmë Allahut, që na mundsoi me shfrytzu muajin e bekuar të Ramazanit edhe me arrit atë, është të bëjmë dua, të bëjmë lutje, që tërë atë çfarë kemi bërë për i punëve të mira, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit na i pranon Allahu xhalla shanuhu, sepse as unë, as ju, as kush prej besimtarëve musliman nuk është i sigurt 100% që Allahu na i ka pranuar. Për ata ishte nga tradita e të parëve, gjeneratave të arta, es-selefu salih, që të luten dikon rreth 6 muaj pas Ramazanit, që Allahu të pranon kanë agjerimin, që Allahu të pranon namazin, sadakan, leximin e Kuranit, zakatin, itikafin, çfarë do punë të mirë që kanë bën në Ramazan, e lutshin Allahun Teala për 6 muaj që t'u pranon ato adhurime ibadete. Sa që njëri prej të parëve ka thonë, sikur ta disha vetëm një ditë të Ramazanit që ma ka pranuar Allahu, do të isha njeriu më i lumtur, për shkak që ka pas shumë adhurime në taj, ka pas shumë ibadete, dhe s'ka veç një ditë, thot, sikur ta disha që ma ka pranuar Allahu, do të isha njeriu më i lumtur. Na po shpresojmë që jo një ditë, por krejt ato ditë edhe net të na i ketë pranuar Allahu te bareke ve taala, dhe lutim Allahun e madhruar që neve dhe të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, dhe kudo qofshin ata që t'ua ketë pranuar të gjitha adhurimet që i kanë bërë në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit. Pra e dyta me bo dua, me bo lutje sa më shumë. E treta, që duhet ta kemi parasysh edhe tash, po edhe çdo herë, është që punët e mira ti përcjellim me punë të mira. Pra, punët e mira që kemi bën në Ramazan, tash çka? A me u ndal? Jo, tash ato me i përcjell, me i pasue me çka? Me punët e mira. Po e zom, një pjesë e mire besimtarëve kanë dalë me i falë kohët e namazit në xhami. A është punë e mirë? Po shumë e mirë. Edhe vlera është shumë e madhe kur e fal namazin në xhamat se sa vetëm. E tash ka me bo, prap me vazhdu çat punë të mirë, me çka? Me punë të ngjajshme të mirë, me dalë prap në xhami. Kush ka agjërue, çka me përcjell Ramazanin, prap me çka me agjerim. Kush ka lexuar Kur'an, me lexu prap Kur'an. Kush ka dhënë sadaka, prap me dhënë sadaka. Kush ka vizituar familjen apo farefisin apo fëmijët apo miqt apo kolegët apo dashfamiljet, me vazhdu prap me vizita të ndërsjella. Kush ka ndihmuar njerëzit apo kush është bërë shkaktar që t'u largë njerëzve hallet, brengat, mërzitet, shqetësimet, apo a ka lehtësu sprovat, apo ato fatkeqësi që ka ndodhur, apo a ka lë borxhin, me vazhdu prap tash. Me vazhdu prap, edhe nëse nuk kemi me të njëjtin ritëm apo të njëjtin tempo, parafërsisht aty të jemi dikon. Kush ka fal namaz natë gjatë, paktën tash le të fal namaz natë shkurt. Kush ka bërë çfarë do punë të mirë në Ramazan, çka të jetë i lidhur me të, pra me një fjalë, të mirat që kemi bërë në Ramazan, ti pasoj me të mira. Pse? Se këtu është me një përgjigje, një pyetje retorike e cila na sillet në mendjet tona, edhe pyesin besimtarët, a thua vallë, cilat janë shenjat e pranimit apo mos pranimit të Ramazanit, të adhurimeve që kemi bërë gjatë Ramazanit. Shenja e parë e pranimit të punëve të mira, adhurimeve që kemi bërë në Ramazan, është që ato të mira që kemi bërë, tash do të mund dalë me shiku. A jemi duke i pasu me të mira, po. Kjo është shenjë e qartë që është pranua. Kjo është shenjë e qartë që është pranua adhurimi, i caktuar. Për shenjët mos pranimit punëve të mira është që punët e mira që kemi bërë në Ramazan, ti pasojmë pastaj me punë të këqija, rona Zot. Kjo është shenjë e qartë që
Shumë pak ka gjasa që tjetë pranuar adhurimi apo adhurimet të cilat i kemi bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. E tjetra që duhet ta kemi parasysh është që përveç adhurimeve të ndryshme që i kemi në këto ditë edhe në këto net tash, me një adhurim të mos shkputemi me njëherë, cilin me agjerim. Se nëse ka kalu koha e agjerimit obligativ, tash është koha e agjerimit fakultativ. Pra, nëse ka kalu koha e agjerimit farz që është urdhën i prem, tash ka agjerim vullnetar sunet. Për ata edhe është prej shenjave të dashnisë që kalon, apo prej shenjave të lidhjes që kalon Ramazani me neve, nëse na e përcjellëm Ramazanin prap me agjerim, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawal kana ka siyam ad-dahr. Që do të thotë ai i cili ka agjëruar Ramazanin, do të thonë të tërën të plot. Pastaj e ka përcjell me 6 ditë të Shawalit, që jemi tash. Tash jemi në Shawal, do të thonë dita e, nëse s'gaboj, dita e 13. Ende jemi në gjysmë. Që do të thotë ai që ka agjëruar Ramazanin, e përcjell me 6 ditë të Shawalit, është sikur të ketë agjëruar të në vit. Të më thonë, paramendo, një muaj e 6 ditë, që i bjen dikon 35-6 ditë, sikur të agjeron njeri 350 ditë apo 360 ditë. Kjo është një begati shtesë që Allahu u amundson robët e tij besimtarëve musliman. Bile kur jemi te agjerimi, është mirë që ta kemi parasysh se vetëm një ditë nëse agjerojmë për hir të Allahut te bareke ve taala, ajo ditë bëhet shkaktare, ajo ditë bëhet sebeb që Allah më në largu 70 vite larg zjarrit xhenemit. Andaj pra, përveç që këtij agjerimit vullnetar që është 6 ditë të Shawalit, është mirë, është e preferuar e pëlqyer të agjerojmë edhe çka, edhe 2 ditë e javës, që është dita e hane dhe dita e enjte. Sepse këto 2 ditë janë të veçanta, për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë innal a'malu turadu kull al-ithnain wal khamis fayaghfir Allahu li kulli muslimin aw li kulli mu'min illa al-mutahajirin fayaqulu akhiruhuma. Që do të thotë se vërtet punët tona i paraqiten Allahut çdo të hënë dhe çdo të ajte. Kjo paraqitja javore. Se kemi paraqitjen ditore, mëngjes e mbrëmje, kemi paraqitjen javore që është të ajtën dhe të hënën, dhe kemi paraqitjen vjetore të veprave që janë mbledh gjatë të vitit, dhe kjo paraqitje vjetore është në muajin Shaban, që është një muaj para Ramazanit. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë vërtet veprat tona i paraqiten Allahut, i dorëzon Allahut çdo të hënë dhe të ajte, dhe Allahu e fal çdo musliman, edhe çdo besimtar. Po çdo besimtar musliman, përveç atyre të cilët përveç atyre dyve të cilët nuk flasin ndërmjet vete. Këtyne si pranohen. As paraqitja e veprave në baza ditore, as në baza javore, as në baza vjetore. Dhe çfarë thot Allahu, ju thot me lajkeve, akhiruhuma, pritni ata dy. Në hadithin tjetër, apo në transmetimin tjetër, Allahu te bareke ve taala ju thot me lajkeve, endhira hadhaini hatta yastaliha. Dyre thot, pritni ata dy derisa çka të pajtohen, derisa të komunikojnë, derisa të flasin me veti, pastaj çka dorëzoni veprat e tyre. Edhe është pyet për dita e ajete, po janë gjitha transmetimet të lasin që në këtë ditë, apo mbrëmjet të ajetës, paraqiten veprat e Allahut. Dita e hënë është dita që ka lind pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe kur e kanë pyet për agjerimin e ditës së hënë, ka thonë dhalika yawmu wulidtu wa unzila alayya fi. Kjo është dita në cilën kam lindën, dhe kjo është dita kur më ka zbrit mua kush Kur'ani.
pra dita e hane. Pastaj prej vazhdimit në këtë adhurim, jemi duke folë për agjerimin vullnetar, është agjerimi i ditëve të bardha të muajit. Ditët e bardha. Për ata Ebu Dherr el-Ghifariu ka thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka këshillua, apo na ka udhëzuar me agjerue çdo muaj nga 3 ditë. Ejamul bid, që janë ditët e bardha, dhe në kalendarin islam është dita e 13, dita e 14 dhe dita e 15. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë hije ka saumi dahr, agjerimi këtyre ditëve, kështu në vazhdimsi ka 3 muajt, është sikur me agjerua tër vitin. Pastaj me vazhdue edhe me ditë të tjera që janë të veçanta për agjerim, ku dietarët islam kanë thonë edhe agjerimi i 10 ditëve të para të muajit Dhul-Hijja. Do të thonë tash na jemi Shawal, tani vjen Dhul-Qa'da, pastaj vjen Dhul-Hijja. Dhe pse ato ditët e para, ato 10 ditë e para, sepse ato 10 ditë janë ditët më të mira të vitit. Ditët më të mira të vitit. Për ata më e veçanta mes në aty në 10 ditë është dita e Arafatit, që i bën dita e 9 e Dhul-Hijjes, i bën një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Kush nuk mund të krejt me agjeru këto ditë, deri në ditën e Bayramit, që janë 9 ditë, ditja e Bayramit është e 10-ta, nuk mund të 9, atëherë 7 apo 5 apo 3 apo 2, por nëse s'mund të ishte pak të një bile ditën e Arafatit, ditën më të mirë të vitit. Për ata bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Hafsa radhiyallahu anha ka thonë 4 adhurime nuk i kalon pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë. E para ka thonë se jamu Ashura, agjerimi ditës së Ashuras, dita e 10 e muajit Muharram. Dita e 10 e muajit Muharram. Pastaj wal ashr, edhe 10 ditë, është fjala për 10 ditë e para të Dhul-Hijjes. Wa 3 ayamin min kulli shahr, edhe 3 ditë të çdo muaji, është fjala për ditët e bardha 13, 14, 15. Wa rak'atayn qabla al-ghada, edhe 2 rekatët e sabah, do me thonë nuk i kalon kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç këtyne, është edhe një muaj i preferuar për agjerim, që ka veçu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muaj Muharram. Muaj Muharram, edhe një muaj tjetër që Aisha radhiyallahu anha ka thonë nuk e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë agjeruar më shumë ndonjëherë se sa në muajin Sha'ban. Dhe nuk e kom pa ndonjë muaj tjetër që ka plotësuar me komplet agjerim përveç muajin Ramazan. Mirë, po pastaj me më shumë ditë, jo komplet të tërë në Sha'banin, por shumicën e tyre i ka agjeruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur jemi këtu të agjerimi, ky është agjerimi më i mirë, po kështu me vazhdue, po nëse dikush don ende, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur me bë, nëse dikush don, edhe don vazhdimsi me agjerue, jo me i bë 3 muaj rend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Nëse dikush don mas shumë të me agjerue, atëherë çka? Le ta bën tën vitin, një ditë po, një ditë jo. Edhe tën jetën pastaj nëse don dikush. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë agjerimi më i mirë, habbu siyami ila Allah siyamu Dawud, agjerimi më i dashur tek Allah është agjerimi i Davudit, kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Ai pra agjeronte një ditë edhe hante një ditë. Agjeronte një ditë hanke pike. Që do të në jetën Davud a.s. ka agjeru, kështë agjerimi ma i mirë i mund, që nëse ndokush mundet me bo këta. Dhe përveç këtyne që i përmendum këtu adhurime vullnetare, ditë saktuar për të agjeruar, atëherë çka mbetet, që me thonë ajo ëmbëlsia, që kemi shiu në Ramazan, ende në trupin dhe në zemrën dhe në mendjen tonë. Ama kush shkfutet për agjerimit për një herë dhe mo gjatë gjithvitit, asë një disa agjeron nuk e ka shiu, nuk e ka ndijet ëmbëlsinë e agjerimit. Pra nuk o konë shumë i knaqën me agjerimin që e ka bërë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe
Agjerimi i çfarë do dite, për i ditëve të caktuara që i përmendëm, ka një vlerë veçantë sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, agjerimi është një adhurim që nuk ka shembull apo nuk ka të ngjajshëm me të. Nuk ka të ngjajshëm me të. Përveç këtyre që i përmendëm, këtyre pikave të rëndësishme, atëherë kisha me përmbyllë edhe me një këshill apo me një pikë edhe kjo tjetër e rëndësishme, është që mos e humbni, apo mos e shkatroni, apo mos e njëllosni, mos e baltosni tër atë muaj që kemi bua adhurime të lloj-llojshme tash me punë jo të mira. Sepse disa, si të kryet Ramazani, me ditën e parë të Fitr Bajramit, i kthehen kujt jetës që kanë pas para Ramazanit, e që në atë jetën e tyre ka pas edhe shumë gjëna dhe shumë harame, dhe i kthehen asaj rutinës së vjetër, apo i kthehen atij avazit të vjetër. Vazhdojnë me atë çka, me atë tempon apo me atë ritmin që e kanë pas edhe para muajit të bekuar të Ramazanit. E nëse njeriu hyn në Ramazan, e punon shumë, edhe e shfrytëzon shumë, pastaj prapë i kthehet punëve jo të mira, atëherë është për me të dhimt, se si një muaj të tërë ka qenë aq i përkushtuar, dhe si një muaj nuk arriti me ndryshu këtë fare, edhe me u largua prej kujt, prej punëve jo të mira, prej punëve jo të mira. S'po kemi punë me hoxha. Po sigurisht, ose nuk po e kuptoj mirë, ose nuk po e ndjejmë, sepse një gjë do të me pas parasysh. Ajo zemër, e cila bën gjunahe dhe ndjen keqardhje, dhe pendohet, dhe mërzitet, ajo është zemër e gjallë. Prej saj priten të mira shumë në të ardhmen. E dyta, ajo zemër që bën gjunahe, që bën gabime, edhe është e ngurt, sikur drua apo sikur guri, dhe nuk pendohet, nuk ndjen keqardhje, nuk ndjen dhimbje për të këqijat që i ka bërë, edhe çka vazhdon prap, ajo është zemër e vdekur. Nuk pritet mirë, ajo nuk ka ndjenja, ajo s'përjeton kur gjë. Ajo është zemër e smur, plotësisht, që duhet me urgjencë me trajtue. Kush pranari i asoj zemër, me u marrë me veten, edhe me po çfarë prej të bëmave ja kanë ngurtësuar zemrën. Çfarë gjunash ka bë që ja kanë ngurtësuar zemrën? Allahu na ruaj neve. Reflektim po thua. Po sigurisht reflektim, freskim, një farë që me thonë llogaritjeve të vetës, se çfarë ka bërë, të kaluarën që ju kanë ngurtësuar zemrat shumë. E lutem Allahun Teala që çdo punë të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të na pranon, edhe të na mundson që të vazhdojmë në këto ditët tash pas Ramazanit me punë të mira, dhe me adhurim të Zotit, madhërim të Zotit, falëndërim të Zotit, sepse na nuk e kemi besu asnjëherë që Zoti është vetëm në Ramazan. E pastaj ne do të jemi pa Zot, runa Zot. Sepse çysh kanë thonë të parët, Zoti i Ramazanit është edhe Zoti i muajve të tjerë. Dhe kanë thonë fjalë të bukura dietarët, kush e ka adhuruar Allahun, Allahu mbetet, do të më vazhdu me adhurim. E kush e ka adhuruar Ramazanin, Ramazani ka shkuar tashmë, tash ti prit edhe një 11 muaj, nëse ki jetë deri në e pret apo nuk e pret. Kështu që na nuk jemi adhurues të Ramazanit, po jemi kush? Jemi ata besimtarë muslimanë që e adhurojnë kanë Zotin e Ramazanit. Dhe në përmbyllje do të me kuptuar se tash prap Allah na ka begatuar, jemi në sezon tjetër, edhe kjo është e rëndësishme, tash jemi në sezonin e haxhit. Tash jemi në sezonin e haxhit, për ata Allahu Teala thot, el hajju ashhurun ma'lumat, haxhi është në muajt e caktuar apo në muajt e ditur, pra haxhi është në muajt e njohur. Cilët janë muajt e haxhit? Muaj Shawal, ky që jemi tash pas Ramazanit, muaj Dhulqa'da që i bën muaj i 11 dhe 10 ditë e para të muajit Dhulhijja, që është muaji i 12. Pra, muaji i 10, muaji i 11 dhe 10 ditë e para të muajit 12, këta janë muajt e haxhit që i ka përmendur Allahu te baraka wa taala. Çfarë do të më bëj tash na? Ata që shkojnë haxh do të më përgatit.
do të më përgatit me mësu rregullat, me mësu dispozitat, me mësu farzët, vagjibet, sunetet e haxhit, më përgatit me durim, më përgatit me devotshmëri edhe me dije të dobishme dhe me i marr veprimet prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sepse haxhin na vetë nuk mund ta bëjmë çu duam ne. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë khudhu anni manasikakum. Merrni prej meje këto rregulla, këto dispozitat e haxhit. Dhe ata e kanë mas miri që shkojnë atje. Po ne që nuk shkojmë këtë vit, ne do të më bëj përgatitjet për vitin e ardhshëm. Edhe është koha ideale tash me shku me u regjistru për vitin e ardhshëm. Do të thotë, ata që kanë vendosur me shku për 2025, listat janë mbyllur për 2025. Tash janë listat ende edhe pak muaj, janë listat e hapura për vitin 2026. Kështu që nuk bën me shty haxhin pa ndonjë arsye të justifikueshme fetarisht. Ti tradicionalisht mund të arsyetue, apo po me thonë të shty dhe pak ka me i bo do punë, ka me bo këta. Ne po flasim fetarisht, nuk ka arsyetim njeriu me shty haxhin përveç në raste të rralla. Bile do të me pas parasysh se shtyrja haxhit për një vit apo 2-3 vite është prej gjunaheve. Për ata, Imam Ebu Hanifja ka thonë, ai cili e shtyn haxhin pa arsye të justifikueshme fetare, ai është gjunahçar deri në vitin kur shkon haxh. Ka njëri runa zot 10 vite, 20 vite, 30 e shtyn. Se në moshën për shembull 30 vjeçare ka pas kush me shkon haxh, a ka shkon haxh moshën 60 vjeçare. 30 vite kot. Është gabim i madh. E pastaj me bë me zon vdekja. Sa më të shkruaj. E kundërshtu urdhën e Zotit. Zoti i ka dhënë tona këto të mira. Se kur jemi tek haxhi është obligim jo për të gjithë, po për një pjesë të madhe, apo po them për shumicën e popullatës. Mirë, por nuk është obligim për të varfrit. E atëherë këta të pasur po shkojnë, ose këta që kanë gjendjen mesatare po shkojnë haxh. E ata që s'po shkojnë, ata shkanë në xhenem jo. Të varfrit dhe të pasur në raport me haxhin janë njëjtë. Si ata që kanë shkuar, si këta të varfrit që s'kan shkuar. Pse? Se njëtin e kanë qëllimin, po kushtet nuk e kanë. Kështu që le të rrinë rahat se nuk kanë kur far gjënoje, kur far gabimi, pse nuk kanë shkuar në haxh. Ndërsa ata mos të rrinë rahat, mos të jenë rahat, që kanë kushtet edhe nuk shkojnë në haxh pa ndonjë arsye të fortë, pa ndonjë arsye të justifikueshme fetarisht. Allah na ndihmoft, Allah na udhëzoft dhe me vazhdue adhurimet e lloj-llojshme edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit. Allahu na mundsoft. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bashkë me ju dhe gjithë muslimanët. Amin. Ne shkutime për pak pushim, për pak reklam, dhe kthehemi pastaj në pjesën e dytë, pjesën kontaktuese, në telefona, në Viber, në WhatsApp, takome pas pak. Që ndërojnë me ne.